televizionin Klan, jemi live. E në fakt, më fal, çfarë do të më thuash? Marina, po. Unë dhe klasi sonte kemi një këngë për ju. Qa keti? Kemi një këngë për ty. Muzika, maestro! I voglio più presto. Qa ka Zaju? Zaju, hamu Zaju. Je bërë si princeshë sot. Faleminderit, jeni shumë të mirë. Sikur se e shini, nëse ka një skuadër që në këtë botëror nuk ka bërë pushim dhe i ka minutat e plota, janë vetëm skuadra e kampionëve të botës. Argentina dhe Spanja po pushojnë për të na dhuruar një finale spektakolare. Ne jemi këtu pikërisht për të analizuar çfarë na pret. Mirë presim ata. Kampionët, Bushi dhe Peço! Se ju futen me këtë muzikë se kuptoj. Kam pa rrobat e Peços. Peço, do rimartohesh për së dyti me gruan, keni ndonjë përvjetor? Jo. Edviri është lartë, Edvir, ti je? Jo. O pusho qa flet, o pusho? Unë jam shumë i mërzit sot. Se i mërzit? Mungon klasi, mungon bukuria këtë emisioni, kaci. Po pra po, bërë ti pushime, do bëndë dhe i të Unë kisha 5, bona 2. 3 do mi paguni. Bërë 3 dit. Jo, li bërat plotat mijat. Jo, ti bërë pak më shumë se që duhet. Jo, të plota, aj sa duesh. Dhe kërkove dhe ca ditë edhe më shumë. Fitova shumë kujce, normal. Marina, do të thoja që Peço të ka ruar udhrat sot, me të sjellë. Pse? Po më falë, Të pse më dua ta them si dje. Ti ku i ke tuat. Po ti ku i ke tuat. Ku i ke të tuat. Juftoj t'uleni. Edvon Kaplani, Sokola Gjia. Mi mbrëma. Koli mi mbrëma. Kaplani mi mbrëma, ha? Shqyqyr sonte u futa me një atakante vero. Po, dhe shini pak jene në të njëjtën gjatësi, shumë një dyshe fantastike jene. Faleminderit, po t'jem më fantastike se në të dy. Qisa i mirë t'jete? Qa kanë thotë sonë të ndurës? Më mbytën. I thash Marinës të më doni, puta Marinës dhe bashkë. Po ti e gentleman o Kaplani, gentleman. Bushi. Aty mrapa më tha mu, s'ke për t'i falja si pik. I thash, pa më bush me i pik edhe mund t'jallim. Në bota si pik duhet fitojmë. Ka rrjet prapë kujti. Jo, ne që jemi rrit ke ekipi Tiranës, ne kur të rrafim du më të shkeli me kom, që t'na kujtosh gjithë jetës. Edhe ata e kundështarët të anë dhe du më t'i rrafim t'i mysim, nuk ka falje, farë. Në sport ka Peço falje. s'po ndigjon, Peço nuk po ndigjon. është i zënë. Peço, Peço do... Kush? Kush po të shkruante? Amerika. Janë gjëra që nuk duhet. Amerika thotë. Ju të dy jeni për reality show perfekt. Si ti si Bushi, Marina jeni për reality show. Të lutem mos të thuaj më se do na merrni prapë në sysh edhe Jo. Sot do ta them unë. Çfarë do thuash? Ka bler ai. Unë bleva 1 kile, ai ka bler 3, po do ta them pastaj. Po e ke parë sa mirë shkoj me Arianen unë. Një herë pata ndonjë debat, një herë në jetë. Jo, tani na kanë ardhur armiq nga jashtë. Do ta them pastaj. Sot i madh ky Bushi. Ju ftoj t'uleni, faleminderit. Mirëpresim me duar trokitje, Edi Oga! Edi, a bërë shumë mirë, Edi? Tani, Edi, nuk e di. Ne të kemi ftuar në fillim, Anglia ishte në super form dhe tjerë dhe fix kur u skualifiku. Po nuk doja pra të vija për para. Po pse? E di që do... E dija. Po pse ka ardhe? Po kam 2 arsye. Po. Arsyeja parë është, a nuk është kjo bluza më e bukur në botë? Se
në 2030 do ta veshin gjithë kur të futet Shqipëria në botror. Të lumë të goja. Sot janë i parë. Kam dhe arsye tjetër. Cila është? Atë bluzën e Anglisë e kam bërë dje kështu me lot, me birme, edhe e lava është në tet. Mirë, reku. Do qëndroj aty për një kohë gjatë. Rikthehet Albana Nanaj. Mirë mbrëma, Marina. Albana, mirë mbrëma. Tani Rikthehemi. ka një gjë në Europian, sepse ti mund t'jesh një nga njerëzit e rrallë që i ke gjetur të gjitha, por më vjen keq që herën e fundit që ishe këtu ishte minutazhi shumë i shkurtër dhe nuk i the dot. Si ka mundësi që ja qellove dhe për Spanjë në Argjentinë? Po ku ti gjë? Dhe ishte duke thënë është ndjeshmëria për një po bëj skuadër. një lidhje që më bëri shumë përshtypje. Po. Në 2010-ën Shakira këndoi këngën e botrorit dhe Spanja u shpall për herë të parë fituese e botës. Kështu që këtë vit sa po këndoi ajo këngën, thash Spanja prap do fitoj. E merr mendon? Unë e dua që ta marri, kështu që unë mendoj që fiton Spanja. Falenderoj shumë Albana. Mirë presim Leonard Gashi. Mirë mbrëma Leonard. Kam hajdir. Kjo është kënga e Leonardit, është një ndër këngët e reja të tuat. Po, patjetër. Super e bukur. Faleminderit Tani ti Leonardi je super i famshëm edhe në TikTok. Po, nuk e di po mundona çfarë ka ke bër asaj audience. Ku triku? To post non-stop, every day. Posting. Tani ti Leonard edhe përflitesh pak. Po, shumë. Kosgja. Dhe e konfirmon sonte, po apo jo? Po, patjetër. E konfirmon? Për çka? U sa bëj pyetje, unë thjesht po them, e konfirmon po apo jo? Pelojna qel. Pasha, jeshti ta i deri në fund, po se konfirmove s'del nga këtu. Falenderoj shumë, të ftoj që t'ulet. Mirë presim, Big Basta! Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si të kam? Mirë shumë mirë. Po me botrorin sikur s'ke qenë fare mirë. Qa ke zjedh? Fiu, mirë papshëm. Kam qenë të rëzi, normalisht në jam fan si Gjermanisë, po edhe kur kam bërë tifër për këto tjerët, gjithë kanë ikë. Kështu që nuk e di, a jam unë ai... Thuaje me kë do jesh tani në finale? Finale me Argentinën, s'po e fjallë. E fitoj Spanja. Me Argentinën. Falenderoj të ftoj që Falenderoj gjithashtu. Se qa flasin me kode, këta të dy unë nuk e di, mo qa flisni? Mu Peqo, ti Peqo. Ngrije zërin veç. Peqo dje, po. Bas emisionit, po ikte në këmë, zakonisht vjen në mu dhe me kaqë. Po tha po ikë në këmë dhe e prisë taksia ke rruga. Kush e priste? E prisë taksia ke rruga. Dal majtas ke klani, tha shof, tha Manushin, tha me i trajse me flok bjonde. Po e vinde flakën, tha, edhe tymin me fotën e Marinës e fuse brënda. Vajti sot në gjes, ishe vetë 3 kile urdhra, po i ka arru dhe nesër i ke këtu urdhrat, sepse kemi armiq t'jashtëm. Kështu që Peqo... Jo, Manush, për shtet fort. Jo, Manushi nuk mërzit se kam kombinac, ishte një spirullik pazarar se ka qenë jashtë gardhit. Nuk kuptova asë një gjë, po nejse. Nuk e kishe me ty aja, se kishe me ty, tonë të me dajtë e vetë, jasë ditë se ditë. Peqo më srej, edhe qa kështë marrë 3-4 kile flokë, ishe funë bjonë. Unë nuk kam patur arsye për të bërë nuska. Ti në qoftë e kemë ndjerë... Jo, më ne po na i bëjnë më Peqo, ore të se kupton. Ne po na i bëjnë, ne duhet bëjmë sa më shumë urdra. Jo, të kemë pas në gjeje të keqe, shumë mire ke bërë. Jo, duhet me mbajtë sa më shumë urdra. A vetë ma themë për tani, si bo, më themë se e unë e thashtani. Nuk e tja e ke kuptuar, Bushi, që mbrëm, që ke plerë hudra, sot ishte rritur në 3 çmimi hudrës, vërtet. Ma ka mërzit Amerika. Jo, nuk ishte si gjë fare, po nuk e kuptova qa therë. Ishte komplet e palidur. E shofim në ritrasetin. Komplet e palidur. Ne marim vetën, super fest
Kështu kanë qenë pa diskutim zona Argjentinë, të ndjekim një herë kronikën. Nisim pikërisht nga Martinez. Kaplani po e nis me ty diskutimin, e nisim nga i për të folur pak edhe për Argentinën. Çfarë sulmuesi është ky? Sulmues që e ka treguar për shumë vitesh. Ka pasur dhe luatit e veta si sulmues, sepse po ta shohim gjatë gjithë viteve, po ta shohësh të luash me një nivel të lartë siç ka luajtur ai te Interi. Mos harrojmë diçka sepse ai është një lojtar që ai jep jetën në fushë, jep maksimum në fushë, jo vetëm ai, për të gjithë lojtarët e tjerë të Argjentinës. Dhe kjo është për të admiruar të ekipit Argjentinës sepse të gjithë lojtarët, pra aq sa mundësi jep trajnerët të luajnë 10 minuta, 90 minuta, 30 minuta, ato ku futen mundojnë të japin maksimumin, mundojnë të lejnë shenjë në ndeshje dhe siç ishte me Lautarin që u futi dha fitoren ekipit dhe kjo është ajo pasioni që mua sinqerisht më admiron duke parë këtë skuadër me këtë pasion sepse në vitin 2026 dhe janë shumë pak skuadra që luan me kaq shumë pasion për kombin e tyre. Dhe kjo është Argentina. Mos ta lim dhe në një anë dhe kualitetin, se kualitetin e kanë, po prap ajo dëshira, ajo pasioni ka çuar deri në finale. Prandaj dhe Lautaro është për mua një lojtar që duhet më marr si shembull të Argentinës. Jo vetëm Lautaro, po të gjithë lojtarët e tjerë. Po Lautaro është ai personi që Argentinën dje në finale. Lautaro Koli ka shënuar plot 40 gola me fanellën e kombëtares, është i katërti në histori. A duket pak që është pak i nënvlerësuar? Nga botërori 2022-shit, ku priste shumë nga ai, ka qenë shumë i sulmuar, sidomos nga mediat argjentinasi, sepse sidomos se sulmonin thonin që për shembull botëror nuk bëri as i gol në 2022-shin dhe e sulmonin domethënë që bën gola në momentin domethënë golat pavlerëshëm. Por siç e thash emrëm, ai është një lojtar domethënë që ka nuatjen e golit, mjafton ta shohësh që për shembull në 5 vjetët e fundit në Itali ai ka bën mbi 100 gola. Itarisht bësh 100 gola në 5 vjet në Serie A italiane, domethënë që mbrojtjet janë pak hermetike, por mbi të gjitha, domethënë edhe për të flas pak për jetën e vet, domethënë është një nga ato lojtarë të pakët që Milano në një farë mënyrë është shumë e vështirë ta jetosh, domethënë të bësh jetën e një lojtari profesionist. Ky është një nga të pakët lojtarë ndash të Interit, ndash Milanit, që në gjithë këto vite se u bë gati 8 vjet te Interi, nuk përflitet as për jetën e natës, as për daljet nëpër diskoteka, domethënë është një profesionist i vërtet, si i themi, shtëpi dhe kish. E bukur kjo. Tani ruan rekordin e Interit si klubi i vetëm me finalist nga 1982. Ky është një informacion që nuk ishim se mos ta thonim se kemi Alinanin ton, tifoso të çmendur të Interit. Nga, domethënë, e parë sot e mediat italiane e kishin nxjerrë këtë gjë, domethënë në çdo vit nga 82-shi deri më sot, ekipi finalist, një nga ekipet finaliste ka gjithmonë një lojtar të Interit brenda. Domethënë ishte gjithë nga Klinsmann, Breme, Rumenige, Berti, Mateus, Materazzi. Statistikë e rëndësishme për Alinanin, Po, ishte... U knaq. Në fakt ishte një faqe e Interit kjo që e kishe nxjerrë. Pikërisht, se nuk është shpërndaj gjithandej. Mirë, a mendon, më fal, kishe një ndërhyrje Bushe? Jo, për Martinez, ose për Lautaro. Ka qenë gjithmonë sulmues i paragjykuar, sepse ka shënuar shumë nëpër klube, po jo me kombëtare, dhe sidomos në ndeshjeve të mëdha. Kurse këtë radhë është më i qetë, domethënë, edhe psikologjikisht është më mirë. E ka pranuar rolin e tij në bankinë, sepse humbi 10 para 4 vitesh e humbi Katari mori Alvarez, e ka pranuar rolin e tij, ndikim ka dhe Messi shumë në ekipin e Argjentinës, si ai momenti që është më i miri, një lojtar më i miri në botë, gjithë tjerët janë, domethënë, të qetë, nuk ka probleme, nuk ka zgjidhje zënka brenda. Edhe, si të thuash, e përmbys atë narrativ që kishte kaq kohë, që nuk shonte me ndeshja të mëdha, përmbysi lojën, ka qenë decisiv, efikas dhe është një nga lojtarët. Pra nuk është vetëm Messi, po janë dhe këta që kanë hyrë nga stoli që kanë bërë diferencën ke Argentina. Pse je kundra, Edi? Ka e kuptove që jam kundra. Jam kundra se gjithë e lavdëru, domethënë. Se zakonisht në futboll kush fiton, lavdërohet. Tani, për mua Lautaro është lojtari mirë, kupton? Nuk është se e dua shumë, se unë jam me Milanin, unë e du Lautaron sa çdo Rama protestuesit, në pak fjalë. Por, imagjino sigur, dhe ta kishte humbur, ka qenë protesta,
Imagjino, sigur ta kishte humbur atë rast, që ja dha Messi, do më thënë, ja solli kështu me korrier. Atëherë do flisim ndryshe, Lautaro, lojtar zakonshëm, po më mirë që marrën Alvarez, e ke parasysh. Megjithatë, për tifozë interist, ky është futboll. Peço, a mendon se Lautaro mund të luaj titullarin në finale apo Alvarez? Ka një batut Bushi. Çfarë the Bushi? Batut? Jo, si the? Për hudrët. A mendon që do të luaj titullar, thash? Titullar Lautaro. Jo, shko, Lautaro e nisi titullar me Argentinën kundër Algjerisë, e tha dhe Bushi pak më përpara. Nuk ka qenë i qëndrueshëm, janë pak a shumë atë që tha dhe Edi. Është një lojtar i zakonshëm që ke Argentina për qenë lojtar partneri Messi është shumë e vështirë. Të gjithë dim sa peshe ka Messi në kombëtar në Argentinës dhe ai është ndryshuar vazhdimisht me Alvarez. Alvarez edhe ai nuk është se ka bërë një kupë bote të jashtëzakonshme, bëri edhe gol me Zvicrën, okay, por të dy janë alternuar vazhdimisht për t'i dhënë mundësi Messi të shprehet më mirë. Janë futur të dy bashkë si kundër Anglisë ndeshjen e fundit ku duhet shnonin patjetër. Sigurisht ka një merit të madhe që në momentin e dur, në vendin e dur, në kohën e dur, shnon golin më të rëndësishëm për Argentinën në këtë kampionat botror dhe kualifikatat e finale. Por Lautaro është një lojtar sulmues normal, ka bërë shumë gola në Itali, është e vërtet, por nuk hyn nga ata superstarët e mëdhenj të futbollit botror. Peço, në ekipet kombëtare gjithmonë nuk ka rëndësi të jesh sulmues i madh. Jo. Unë thash është partneri i Messit, është partneri i Messit. Ai është efikas. Partneri i Messit. 5 minuta 5 gol. Në ekipet kombëtare janë gjithë njësoj, si Lumarina, si Luti, si Luju, si partneri i Messit. Do të thënë është për momentin është më i madh i mbotës me Messin tani. E thash që u fut, pati meritin bëri golin me. Po është efikas për këtë, do flasim për botrorin, po flasim për çka ka bërë ai në karrierë. Që nge për polemik sot, okay. Jo, peço se kam terezi fare, s'pa kuptova atë të manush, mendova se tani e kuptova qesh. Qesh shpejt tani. Jo, domethënë për Lautaron që nuk është efikas në kombëtare. Në 80 neshje ka bërë 40 gola, i bie domethënë me bë i gol në çdo 2 neshje. Në këtë botror ka bërë 3 gola, 1 asist. Domethënë për minutat që ka luajtur për tani ka qenë shumë produktiv. Ne arrim diçka, fal. Po. Një minutë. Ne arrim diçka sepse ne po flasim tash me Lautaron dhe atë që tha dhe Edi përpara parafolsi. Ne i shohim gjithë lojtarët si Messi apo Cristiano Ronaldo. Ne nuk i shohim lojtarët si Messi apo si Cristiano Ronaldo dhe të bëjmë atë krahasimin. Lautaro luan gjatë 8 viteve në Serie A dhe Serie A luajtë Interi dhe mos harrojmë diçka. Lautaro është një lojtar që ka nevojë të ketë një person tjetër në krahun e tij, një Lukaku. Në kohën me Interin, Lukaku, Lautaro ishin dy lojtarë që alternoheshin aq mirë me njëri tjetrin, kurse në Argentinë është komplet lojë tjetër, pse se ka 10 ushtarë që janë në fushë dhe është një general që është Messi dhe prandaj Lautaro ka problemet e tij në daljen e lojës tek Argentina. 12 nga 19 golat e fundit të shënuar nga Argentina kanë qenë pas minutës së 75. Big Basta, si e përjetova atë përmbysjen e çmendur të Argentinës? Them drejtën, ishte vetëm ndeshje që më ka pëlqyer Argentina. E vërtet. Me atë përmbysje. Ndeshjet e tjera nuk besoj që ka nevojë shumë për koment, shkaku dhe se shumë konspiracione kanë dalë për ato ndeshjet. Por megjithatë, për gjithçka unë e fajsoj Tuhelin e Anglisë, them drejtën, sepse nuk arrit do ta konceptoj, duke parë një ndeshje një natë më përpara që ishte Spanja me Francën. Që Spanja pasi shënoi golin e parë vazhdonte të ishte prap dominante edhe të sulmonte gjatë gjithë kohës, Anglia u tërhoq. Vërtet. Po të rishish para Messit dhe para Argentinës, pastaj është problem shumë i madh. Edhe aty fillon e shfrytzuan shumë mirë rastin Argentina, se të them drejtën. Prisja rezultat totalisht tjetër, por ajo ka qenë vetëm ndeshje që Argentina ka merituar. Dhe e kemi shijuar të gjithë. Po. Duke vijuar për skalonin, a mund të konsiderohet se një nga trajnerët më të mirë në botë, me çfarë statusi është tani? Jo, nuk e mendoj. Okej. Nuk e mendoj që nga më të mirët në botë. Është një trajner, mendoj për mendimin tim, trajner normal, është një trajner që ka fituar Kupën e Botës me Lionel Messi në 2022-shin, po bën mirë të botrorit, po ashtu ka Messi, për mendimin tim ka vetëm në këtë botror, për mendimin tim ka edhe indikuar nga rrethanat pak, ka bërë mirë me Anglinë, me ato ndrimet që bëri indikuar dhe nga rrethanat, sepse ishte 1-0 dhe bëri komplet ndryshoi lojën me ndrimet që bëri, është sigurisht merit e tij, po unë personalisht nuk e shoh skalonin ke ajo elita e trajnerëve botror. Mirë, do doja të shinim këtë moment, në fakt Bushi, ky është goli në minutën e 92 dhe ai nuk feston fare. Si shpjegohet? Si mund t'i mbash emocionet kështu?
Jo, ai imagjino çfarë festimi mund të ketë nga brenda se ai s'ka festuar as në botror, edhe në botror ku ka shumë. Po, është vetë karakteri, tipi e ndjer nga brenda, nuk e shfaq kështu si puna jon. Ne e shfaqim për shembull Peço e ma nga mbrend, unë e shfaq. Duhet të jetë pak i ndrojtur. Është shumë karizmatik. Pak i ndrojtur, besoj. Nuk besoj ndrojtur, por është shumë karizmatik. Mund pëlqen shumë. Njerëzit ekspresiv nuk i mbajnë dot brenda emocionet, i kontrollojnë ai shumë. Domethënë ai duhet të jetë i totë i ndrojtur bashkë. Po është një trajner i nivelit lartë, shumë mendoj unë, shumë nivelit lartë. Më thënë ka ndryshuar ndeshjet nga bankinat dhe ka lexon lojën në mënyrë perfekte. Sepse Argentina, po ta shikojmë, domethënë e ka nisur ndeshjen dobët, ka qenë humje, zëvendësimet që ka bërë ky gjithmonë ka ndryshuar ndeshjen. Një trajner që vjen mas kupës botës e ka fituar, nuk ka shumë marketing, është i përulur, është i qetë, se ne jemi mësuar që t'i shohim nëpër revista, nëpër Instagram dhe themi është trajner i madh. Kur bën marketingun. Është i trajner me këmbë tokë, i përulur, kupën e botës e ka një në xhep, fut dhe nesër pas nesër tjetrën 2, për 4 vjet 2 kupa bote. Është i trajner i nivelit shumë të lartë. Ata si dihet, prit që të thau. Pastaj nuk ka fituar vetëm. Është edhe finale, është ka fituar edhe Kupën e Amerikës. Ka fituar Kupën e Amerikës. Maja e bën më e mirë se ne. Unë. Je bërë më e mirë se ne jo kështu jo në analizë. Duhet të bëjmë edhe një debat tjetër të fortë, që të dëgjoj këto fjalë. Udrat po funksionojnë. Jo, ka fitu dhe Kupën e Amerikës, domethënë nuk është pak, domethënë. Pastaj po lexoja sot që ka hera e parë që kampionët e Evropës shkojnë finalet botës me kampionët e Amerikës. Hera e parë që ka ndodhur. E vërtet. Kampionët e Evropës. Ndërkohë, cili ka festuar në mënyrë të çmendur është Bastian Schweinsteiger. Albana shije pak se çfarë bën. Është mes tifozëve, ish mes fushori gjerman, duke festuar në mënyrë të çmendur. Albana, ti dje? Tani, unë mendoj, unë vetë kam qenë sportiste, kështu që njeriu kur fitoren e shion shumë dhe çlirohet shumë adrenalinë në fakt, dhe besoj gjithandej ka pasur festime. Në Buenos Aires dje janë mbledhur miliona njerëz në qendër ku është Obelisku, që është një nga bulevardet më të gjerë. E vërtet, është shumë i gjerë ai bulevard. Ishin mbledhur shumë njerëz për të festuar, sepse kur po flitej që Argentina si popull e ndjen shumë futbollin. Domethënë, tango dhe futbolli nuk di këtë të diskutosh kush është më e rëndësishme. Kështu që prandaj edhe duhet të shpresh ja ku është, janë dhe pamjet e Obeliskut me gjithë ato njerëz. Që unë kur kam qenë në Argentina të vit 2022 që fitoi, këtë ndjeva. Njerëzit flisnin dhe ishin të etur për një kupë bote. Tani le t'ja lënë Spanjës se i takon. Jo, më mirë jo Marina, sepse në atë bulevard që është 140 metra gjërë, më gjërë në botë. është me 16 korsi. Po, nuk u dojgja si makinë, nuk u thyja si dyqan, ndërkohë në Europë, në Spanjë, Paris, në Francë, në Bruxelles, në Kudiun, nuk e di se që ndodhë, po që edhe po të humbi, edhe po të fitoj ekipi aty, digjen gjëra, kështu që ndoshta jemi qikë më heret, po për mu më mirë të Argentinë. Njëjtë adrenalin, njëjtë i gjak, qarkullon midis Spanjollëve dhe Argentinasve. Dhe ka një gëzim të çuditshëm, më ka bërë shtypje ta pyes dhe Peçën dhe Kolin dhe Kaplanin, se unë marroj për këta latin, pra kam thënë 100 herë këtu, domethënë se janë pasionante, e përjetojnë futbollin, domethënë futboll nuk ka as në Itali, as në Francë, as në Gjermani. Futboll, nëse do me pa futboll, si përjetohet futbolli, duhet me vajt në Argentinë. Me kalu me hecë rrugë të Argentinës, me pa derbi në River Plate Boca Juniors, edhe gjithë Superligën argentinase. Por ka një lloj festimi që mund ta gjej Alinani, se e pash në rrjetet sociale sot, ai Lautaro Martinez kur fiton i bën kështu durët, Messi, domethënë edhe tifozët festojnë kështu kot si popull, nuk e di pse festojnë kështu poshtë. Alinan na i gjet janë sa ti festojnë gjithkohës kështu, Messi, Lautaro Martinez, domethënë i gjithë populli festojnë kështu fort se ndolën sa klipe në Alinani, hulumtoni pak, çfarë simboli mund ketë thënë Arjani? Ndoshta është politike. Jo. Ndoshta është politike, ndoshta nuk Jo, kanë një, domethënë ka nga brenda. Futbollistët. Po ja, po ndjekin Ronaldon që bën atë siu. S'ma do me. Edhe kanë Boca Juniors, kanë River Plate, kanë gjithë kështu. Dhe ku knojnë gjithë, domethënë me durët, nuk e di pse edhe. Është e habitshme. Ço do të shtoje? Jo, asnjë gjë. Pasionant. Kohën e Maradona. Jo, për Scaloni të shtoje diçka vetëm për Scaloni, sepse ai emocionaliteti që ai tregon.
e bën akoma më të dashur për njerëzit, për ato që shikojnë në televizori. Mos harrojmë diçka se Scaloni nuk e shoh si trajner, shoh më shumë si bashkëlojtar të skuadrës. Nuk i di me gjithë ato emocion se si ai funksionon dhe skuadra jep maksimum në fushë. Janë bërë një ndërthyrje trajneri, po edhe skuadra që është me të vërtetë e mahnitshme, atë që thash më parë, sepse nuk ndodh në të gjitha skuadrat dhe në gjitha kombet. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur me Scalonin, po edhe me skuadrën e Argjentinës. Në vërtet. Leo, në këtë botëror, si kanë qenë shihet e tua? Spori më kom për Gjermanin, mas jam edhe vetë i Gjermanisë. Patjetër. Dolën, e bona një postim plus, tash për Brazilin, dul Brazili. Po tani? Pra më kesh për Anglin, e bona një postim dul Anglia. Që ke 30 pikë basta që keni një soi. Une... Po shpresoj shumë me fitu Spanja, besoj që e ka meritu, du me thoni, kom poshtë disa ndeshje të Spanjës edhe janë shumë të kompletum, si do bësë në mbrojtje, besoj që vetëm një gol e kanë hangër deri tash. Argentina o kritiku shumë për rëktimin e tyre që e kanë pas një rëktim të letë, po tash në lojën e fundit e kanë tregu se është një ekip shumë i fort, edhe me Messi lojtari besoj që tash e ka qitë më në pikë që është lojtari më i fortin. Ja, pikërisht, me këto fjalin tënde, dua të pyes Arjanin për të hapur një tjetër diskutim që sot ka pasur një debat. A mund të konsiderohet realisht Messi, pas finales së tretë që e ka arritur, lojtari më i madh i gjitha kohërave? Mund të konsiderohet po jo? Jo, padyshim që po. Padyshim që po, se mendoj që një lojtar që ka pas dhe atë barën e Maradonës, pak atë barën e të mos fituarit me Argentinën pas 86-ën, që është lësuar për vite pasar si Maradonës dhe e ka pas që ka të problemi që nuk ka fituar me ekipin kombëtar, që gjitha akuzoni që je i ftohtë ndaj Argentinës, nuk je ai kapiteni siç ka qenë Diego, që ka qenë si sa Bushi pak më para, i egzaltuar, që luante për fanellën, dhe ai këtë ka vujt për shumë vite me radhë dhe sigurisht që fitimi ka në botëror në 2022 i dha një postur tjetër në Argentinë. Dhe aq më shumë ky kampionat ku mendoj që Argentina nuk ishte një ekip ndoshta në nivelin e saj më të mirë, por fakti që arritu finalen në këtë botëror dhe Messi ka qenë dominant, dhe nëse do ta fitojë këtë botëror e pastaj do shkojë në një piedestal tjetër me lojtarët më të mëdhenj të këtij planeti siç janë Pelé, Ronaldo, ku e dinë në mend, kështu që me siguri që është e sigurt që në qoftë se do fitojë këtë botëror, do flitet për një nga fenomenet më të mëdhenj të futbollit botëror, sepse ka bërë shumë me klubet, me Barcelonën, dhe kurorëzimi me ekipin kombëtar, besoj që do ta çojë atë në një nivel pastaj stratosferik. Kur e thua kështu lojtari më i mirë gjitha kohërave, për Messi, do më thosh diçka tjetër? Jo këtë. Për Messi, kur thua lojtari më i mirë gjitha kohërave, domethënë njeriu unë e shoh kështu, domethënë Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo 3 dhe Messi 4. Këta të 4 për mendimin tim janë. Tani Messi është më i mirë se Pele me çka kena pa në video. Më i mirë se Maradona aty. Por më i mirë se Ronaldo nuk diskutohet fare. Kështu që mes Messi dhe Maradonës, unë për vetë zgjidh Maradonën, po në një nivel barabart me Messin. Këta janë. 4 veta ka bota. Po të fitoj 2 botëror, Bushi është edhe me lartë se Maradona ta mendosh nga titulli fitim, nga titulli, ë? Maradona ka pas lojtar, domethënë ka pas momente që të gjithë gjërat i ka bërë vetëm. Pra i ka bërë edhe nëpër klube vetëm. Kurse Messi ka pas mbështetje të madhe të lojtarëve me nivel shumë të lartë, domethënë ka pas mos harrojmë atë Barcelonë, Xavi, Iniesta, domethënë lojtarë të nivelit shumë të lartë, Messi ka marrë pjesë, patjetër që me jam të gjithë pesh nuk diskutohet. Në ana statistikore mund të ketë që mori 2 botërore mund të themi më i miri, por çka ka bërë faktikisht ky vetëm, ai me shumë miq, me shumë shok, le të themi në mbështetje, mendoj që Messi, Maradona është top. Albana, ma bëj dhe ti rënditjen, lojtarët më të mirë për ty të gjitha kohërave. 3, top 3. 3. Po. Po tani Maradona patjetër. Që është në vendin e tretë, thua. Po. Pele patjetër. Tani Ronaldon me Messi nuk i ndaj dot. Jo, do e nuk mund t'i ndaj dot. Atëherë unë them Ronaldo. Ronaldo në vendin e parë. Tani e për portugezin apo fenomenin? Si? Ronaldo portugezi? Cristiano? Patjetër. Unë adhuroj Portugalin dhe Cristianon. Unë jam një ide që futbolli vjen gjithmonë në evolucion. Do me thënë, Maradona ka luajtur në vitet 80-90, ky po luan 2026-ën që lojtarët edhe çik po fluturojnë
me shpejtësinë, ritmin e lojës, futbolli tani u ka bën një shkencë, nuk është vetëm merre topin, pasojë topin. Por mendimin tim është një nivel i paarritshëm edhe për atë çka ka fituar. Domethënë, ai vetëm me Barcelona ka fituar mbi 40 tituj. Maradona, më menun, domethënë, mund të ketë marrë një titull në Spanjë, që unë kam qenë i vogël, edhe 1 o 2 kampionate me Napoli, nuk ka fitu gjë tjetër. Pra ti e konsideron Mesin më të mirin, më të mirin, e të gjitha korave, e konsideron Mesin, absolutisht. Unë konsideroj Mesin absolutisht. Po, që tha se ka shumë drejt, më falë, një sekund. Në kohën e Maradonës, ka drejt Koli, tani se na herë edhe jarojmë gjëra, në kohën e Maradonës, në kohën e Pelés, për 6 sekonda, të vinte kundërshtarit bënte presion, për 6. Në kohën e Maradonës, për 4. Pra, në momentin, për 4 sekonda dinte se kishe shumë hapësirë. Në kohën e Mesit, për 1 sekondë e gjys e ke kundërshtarin aty. Dhe shpejtësia e mendimit është shumë e lartë. Kështu që Messi është edhe shpejtësia e ekzekutimit. Dhe në nivel teknologjie dhe gjithçka. Messi kishte siguruar këmbën 900 milion euro. Po, pra. Para se dalim këtu, 3 lojtarët më të mirë në botë për mua, normalisht është Kaka, Shevchenko dhe Van Basten. Këta janë? Për mua. Po Gattuso kële? Edhe Gattuso me që ma kujtonë. Messi, shiko, Messi nuk e ka siguruar vetë, ja kanë siguruar. Mirë pra. Sepse Messi është një brand. Messi është një kompani për një biznes super i madh, gjigant. Dhe të gjitha ato fjalë që thuhet që FIFA mbështet Messi, në Argentina ka pas ndim, është edhe pjesa e biznesit. Ndërkohë, unë kam pa Maradona, që nga dita parë deri nga ditën e fundit, domethënë kam qelluar, pra që nga 88-shim, në 78-ën flite që është një talent. Nuk e di ka luajtur pak apo jo. Po ka luajtur shumë pak. Që 78-ën. Unë kam qenë i vogël fare, po në 82-shin e këtë e mbaj mend. Dhe Maradona vetë ka pas Në botror s'ka qenë 78-ën. Jo? S'ka qenë, jo. 78-ën nuk ka qenë, po mendohej që shifse po vjen një talent i madh. Dhe i ndodhi ai kartoni kuq me Brazilin, mos gaboj, 82-shin që në 82-shin e mbaj mend, më thënë mirë, sepse Gentile etj. Po desha të them këtë që vetë Maradona ka qenë kundërshtar shumë i madh i futjes së sponsorëve, i biznesit në sport, dhe po ta marrë në pikpamjen në kontekst kohor, ajo që tha Bushi shumë e drejtë, pra tjetër futboll luaj atëherë, tjetër luaj sot, dhe më tepër është emocional vlerësimi se sa tekniko-taktik. Për mua, Messi duhet klonuar, pra nëse ka njëri në planet që duhet klonuar, sepse me ikjen e Messit do dalin lojtarë efikas, lojtarë që bëjnë nga 2 gola ndeshje, ku diun. Por kur luan Messi, ka një gjë që ti, nuk e shef tek askush tjetër. Kështu që jemi me fat, që jemi brezi, që kemi parë Messin, dhe nuk e di do lind një njeri ngjashëm me të. Më të mirë ndoshta mund të ndalin, po si Messi jo. Mos harroni edhe historinë se si u bë lojtar futbolli, një djalë i vogël që nuk po zhvillohej dot, e kanë bërë me Barcelonë, me gjithëpëra, domethënë. Pra, nga një rast i pashpres futbolli del në kampion edhe ndoshta edhe i dyfisht pas nesër. Vik, ndatë njëtin mendim për Mesin? Po, ndatë njëtin mendim, sepse sot jetojmë në epokën e marketingut, pra media të mitizon, shumë e drejta, që kur ishte Messi i vogël e kanë pëmpuar, pra kanë bërë një farë historie të ati, të kemi parë si film Mesin, gjithashtu është edhe lojtar shumë i fort, them drejtën. E konsideron si më të madhe? E konsideron si më të madhe? Ndoshta, sepse, shiko, e thash në fillim, jam fan si Gjermanisë, edhe atëherë në vitin 2002 ose 98-ën, kur Ronaldo bënte bujën, pra që ishte më i marketuar dhe lojtari më i mirë, absolutisht, atëherë nuk ndajet njëti mendimu për Ronaldon, sepse humbi Gjermania në finale. Ama sot e kësaj ditë në kujtoj me shumë, do më thonë, jam shumë i lumtur që e kam përjetu Ronaldon, por që kam përshtypjen që nesër pas nesër do them të njëjtën gjë për Mesin. Por që futbolli po evolon, është pa diskutim që po evolon. Dhe që e ka Mbappén pas vetes, e ka pas vetes Messi. Sepse është shumë i ri Mbappé. Kështu që ta themi atë që është. Shumë mirë. Dhe dua edhe nga ti, Kaplani, top 3. Si? 3 lojtarët më të mirë të historisë. Absolutisht. Vendi i tretë. Messi është vini parë. Messi është vini parë. Messi është vini dytë. Ronaldo da Lima është vini tretë.
për mendimin tim, sepse Messi I ka rritur çdo gjë. Unë jam rritur me Ronaldo Dalimen të Brazilit, jam rritur me Gabriel Batistutën, dhe ato kanë qenë idhujt e mi. Po idhulli I sot e kësaj dite për Messin që ka krijuar simpatizim në gjithë Shqipërinë për 10 vitet që kanë ardhur. Ti ke luajtur kundër Messit apo jo? Kam luajtur kundër Messit. Kam dhe bluzën e Messit, kam ndrodhe bluzën. Kisha mision para 2 vjetësh, po kemi qenë këtu bashkë, kështu që. Prandaj them absolutisht sepse në mënyrën e futbollit se si luhet sot, ai domethënë ka arritur çdo gjë dhe është I paarritshëm për mendimin tim. Jo, për mua top 3 se pak më parë nuk e thash, për mua top 3 është Maradona, Messi, Zidane. Si është rënditja nga 3-shi tek 1-shi? Pra Maradona I treti? Miri, 2 dhe I treti. Okej, pari Maradona, Messi dhe Zidane. Kemi dhe një pamje që na vjen nga Antarktida, ku do në gjithë botën është festuar për Argentinën. Është një antar I ekipit eksplorues, ka sfiduar të ftohtin. Albana, ke qenë ndonjëherë në Antarktid? Jo, aty afër kam qenë Ushuaia, në Patagonia, që aty niseshin ekspeditat për në Antarktid. Jo, Antarktidën nuk e kam bërë. Mirë, shkojmë njëherë në publicitet e rikthehemi sërish. Rikthehemi live të kampionët e botës. Nëse në Argentinë kanë qenë 24 orë super të lumtëra, panorama ka qenë totalisht ndryshe në Angli dhe I gjithë faji dedikohet vetëm atij, Tuhelit. Le të shohim kronikën. I kryqëzuar I ditës së sotme pa diskutim ishte Thomas Tuchel. Sot besoj që bëjmë një analizë më të ftohtë sado që dje Peço folëm gjëra gjatë për të, por sot të gjithë humbën ja fatorojnë atij. Sigurisht që mbas asaj ndeshje, mënyra se si u zhvillua ndeshja, pjesë e barabartë, pjesa e parë e barabartë, dy ekipet luftuara, pa raste, ndeshjen mes fush, dhe mbas atij goli që shtojnë mbi të gjitha Anglia, ku erdhi si në një farë mënyrë mbasi e kapi Argentinën në kundërsul me herën e parë, shënuan 1-0. Dhe pastaj Thomas Tuchel që u dorëzua shumë shpejt. Kjo është e vërtet që gjithë janë një farë mënyre, janë me kritika, nuk janë kursyer me Thomas Tuchel, por nga tjetër ai ishte trajneri anglisë, nuk di sa milion sterlina e ka rrogën në vit, edhe ai ka thënë dhe sot në konferencë syve dëgjova që thonë që unë do marr një vendim. Ky ishte vendimi për të ndeshje. Vendimi ishte që unë vendosa të mbrohesha. Pra të fuste Konsim në 71 për Gordon, pastaj të fuste atë mbrojtësin e Newcastle për një mesfushor, për Rice, pra ndryshime që tek e fundit fare bën që Anglia të ishte shumë e trequr, I dha mundësinë Argentinës ta sulmonte, që do sulmonte me patjetër sepse ishte shpresa e fundit e Argentinës për të barazuar ose për të kaluar në avantazh, dhe ai në farë mënyrë me mënyrën se si luajti, të gjithë janë të mendimit që ja lehtësoi fitoren Argentinës. I dha mundësi Messit të ishte Messi, pra të ishte aty para mbrojtjes së Anglisë, të fuste topat, priste topa gjithë kohës, të krosonte. Kemi parasysh atë goditjen e McAllister tek shtylla, goditjen e Nico Gonzalez nga krosimet e Messit, dhe Messi që bën një asist për Fernandes, që këto I kanë repertorin e tij. Pickford, do të themi që po ashtu ka fajin e vet te goli I parë, sepse nuk ishte një goditje shumë ansore. Dhe pasaj ke goli 2, Messi me klasin e vet, merr dy lojtar, driblohen këmbën e djallë dhe Lautaro Martinez pasaj që shnon 2-1, por që është e vërtet një pjesë të madhe të fajit e ka padyshim Thomas Tuchel me strategjinë që zgjodhen pjesën e dytë. Bushi, edhe Harry Kane në konferencë për shtyp e ka kritikuar strategjinë për të mbrojtur, strategjinë e trajnerit. Aty ka pas probleme brenda ke Anglia, mendoj. Kur doli ai Bellingham mbas ndeshjes që fituan me Norvegjinë dhe tha që trajneri tha që nuk e kupton se çfarë do të thotë të luash ndaj Norvegjisë. Po, që aty fillojnë problemi, se një ekip që shkon mirë, që... Më vjen keq që nuk e mbyllni dot finalen në studio. Më vjen keq që se mbyllni sot shkarkoni. Kap kujci këtu shi kujci. Mos e kap të shkujci vërtet, mos e kap të shkujci. Unë I di pa I kap ato, gjitha. E pak. Ja. Zot I madh. Gjo, e pa Marinën në stil Argentina, se sa humbi, ty kurra aty me dyve me I raf.
Do më thënë, bravo Marina, karakter. E lam të Tuchel. Okej, Norvegjia që ai Bellingham foli dhe kritikoi trajnerin, do të thotë që diçka nuk shkon bën, se një ekip i mirë edhe kur humb nuk është se kritikojnë trajnerin, ai fitoi dhe kritikoi trajnerin. Domethënë, lojtarët se kanë pëlqyer lojën e Tuchelit. Mendoj unë. E la, domethënë dominoi, le them pjesën e parë të gjitha Petro ishte i barabartë. Pastaj me zëvendësimet që bëri ishin zëvendësime skandaloze sepse s'mund t'i bëjnë trajnerin nivelit aq të lartë, sidomos me ekipin e Anglisë. Unë për Anglinë nuk është se kam një simpati si ekip, sepse nuk është se ka lojtar. Premier Liga është patjetër që është kampionati nga më të mirët në botë, po bëhet më shumë dominon në lojtarët e huaj, ata janë më yjet. Kurse Anglia ka lojtarë të thjesht, luftarak, nuk ka individe të cilësore, le të themi të jashtëzakonshëm siç kanë ekipet e tjera, nuk është e pjekur, është e padisiplinuar. Por Tuchel ishte, domethënë, aktori kryesor i kësaj të humbje, sepse me ndrimet që bëri e çoi ekipin shumë poshtë, ndrimet, e thash edhe dje që heq sulmues ansor dhe fut mbrojtës në vend sulmuesit ansor. Domethënë e trojë shumë brapa ekimin dhe ekipi në momentin që merrte topin nuk dilte të përpara. Kishte lojtar shumë të mirë në stol si Saka, Idiati dhe ai Madueke, majtë që në momentin që ta marrin topin, asa ata e rikuperonin, pa ata s'kishin ku ta çonin, sepse nuk kanë ato tipare për të ikur përpara. Edhe u kthente prapë topin mbrapa. Argentina e paktë edhe i çoi gjithë përpara dhe e mbajti aty gjatë gjithë kohës, thjesht ishin minutat që nga çdo minutë në minutë mund ndodhi ajo që ndodhi, domethënë. Koli, Federata konfirmon Tuchel deri në 2028 me synim për Europianin. Që ti falesh një gabim tillë, më duket i gjë shumë trashanike, domethënë, sepse jo vetëm specialistët, po edhe çdo lloj personi që e shef ndeshjen me atë lloj sjellje që pati ky trajner, domethënë, te menaxhimi i ndeshjes, nuk do në i shkencëtar me kuptu, domethënë që u friksua, u tërhoq. Biles po lexoja sot në shtypin italian kur kanë bë pauzën e water break në minutën e 68, Keane pas ka thënë në intervistë që unë bashkë me Bellingham i kemi thënë trajner jena duke u rreziku se jena këty shumë mbrapa. Ishte ai rasti Pickford që e kapi në para se shëmbret që kapi ke. Edhe ai ka thënë rini të qetë se kam një strategji. Do me thënë, edhe strategjia... Dhe cila ishte strategjia? Kjo u pas strategjia. Nuk e di qa strategjie mund të këtë pas. Më vje keq, për shumë, edhe unë jam me Bushin, do me thënë, edhe mu anglezët nuk kanë ndonjëherë simpatike gjithë. Po kjo skuadër, do me thënë, me Bellingham, që më pëlqej shumë si lojtar, me Harry Kane, sepse sakrifikohet shumë. Do me thënë, janë lojtar që kur i shef, një që e dashuron futbolin, shef të ka i talentin, sakrificën, forcën fizike, është determinacionin që ka e gjitha, dhe pastaj, përzjedhet që bën një person që i ken stol, rezikon, do me thonë, tudhësh poshtë gjithë këtë punë që ke bërë. Unë nuk e di se kjo zgjedhja e federatës është diçka për momentin, sepse për mendimin tim, si që thanë edhe parafolcit, aty duket që nuk ka një energji pozitive në grup. Ajo për shumë që është Argentina, për shumë Lautaro që ishte një lider, ndetin stol, mbyllgojnë, do me thënë, kurse këtu, më duket si kur nuk e ka skuadrën nga ana vetë. O Koli dhe Tuchel është për tu abit sa irë Gjerman, kupton dhe ndeshjet e para mu më bërin për shtypje, edhe kur ishte Elsorin të po flisja, që po lutë e mirë Anglia, po lutë në sulm. Po ky tregoi këtë ndeshje që nuk është mentalitet fituesi, pavarësisht se është Gjerman, na rreti me atë pamjen e vet aty agresiv, ke stoli sikur ç'po bënte, po ku erdhi puna që të fitoj me të mirin, ai u tërhoq, kupton, këtë dy ndeshje, edhe ke Norvegjia u tërhoq, edhe ke Anglia, sepse një trajner fitues me mentalitet fituesi e çon ekipin përpara dhe kur është në fitore, është më mirë ta mbash lart me presion se sa të mbrapa, sepse nuk e ka mentalitet Anglia me u tërheq mbrapa. Herë parë që shoh Anglinë unë, atë që tha Kaçi dje Catanaccio, mbrapa, ata nuk din të vendosen mbrapa, se një mbrojtës që vendoset. Po t'ishe një italian ka i goli Martinezit, do t'a kishe Martinezin këtu. E prek, kurse a i gjatë ishte këtu 2 qëtërmojta, një ishte këtu dhe i këshin lënë Martinezin mes. Do më thënë, ata janë mëshirë të zotit, sepse topi, po vajti ka i është gol. Ti kundërshtanë do t'a kërë gjithmonë në gjitur, si do mos në zonë, ata këshën nërë presin. Ata shifshin topin, kundërshtanë se shifshin farë, se nuk e kanë mentalitet Anglia. Tuchel, nuk mendoj që do t'a rinovojnë. Bënin atë që bëri Spanja në ndeshjen me Francën. Spanja sulmoi dhe pasi bëri golin e parë ishte gjithmonë dhe i shkoi dhe i sulmoi dhe nuk i la edhe mbrojtjen e ka të mirë, kështu që të njëjtën. Edi, më lejo të them çfarë ka thënë Lineker sot. Gary Lineker ka thënë që Tuchel është thjesht një spion gjerman.
Shiko, tani mund të thuash që të duash, më thënë për Tuhelin, mund të thuash edhe që është organizatori protestës, apo... Jo. Ideja është kjo që Tuhel, sot për sot mund të flisnim si një hero, jo spion Gjerman, po një hero Gjerman, nëse ndeshja për pak mund kështë shkuar ndryshe. Po gjithmonë humë si gjykohet, trajneri mban peshën kryesore të humbjeve, në përgjithësi, dhe ajo që më bën përshtypje që Tuheli nuk është se e mbajti këtë peshë. Në deklaratën e vetë, domethënë tha që okej, humbi skuadra, nuk është të thënë që trajneri është fajtor. Tani, unë do them diçka që s'pare kam dëgjuar këto, po e mbaj mend sepse në 2021 me këtë strategji, pra ku e gjeti Tuheli këtë strategji, këtë frymëzim, e gjeti sepse ka fituar një Champions League me Chelsea. Chelsea Manchester City në Porto, Havertz ka bërë gol minutën 42 dhe gjithë pjesën e dytë Chelsea është mbrojtur si me qenë ekip italian, si Mourinho, apo si një, apo ku diun Allegri, si doni. Ndërkohë që dje ishte ulëritse, kjo ndryshimi kaq është e pamundur që ti të ndrosh një sulmues me një mbrojtës, pastaj heq 2 mesfushor, fut 2 mbrojtës, zbret Spensin, domethënë nuk e di, fut Brownin, i cili nuk e gjeti do të fare pozicionin e tij. Ndërkohë Stones 1.88 nuk e kap topin, Lautaro 1.74 shkon të bën gol. Pra janë ca episode që janë për mendimin tim, janë zgjidhje e gabuar e trajnerit Tuchel. Unë si tifoz i Anglisë që nga 86-ta, me thënë drejtën, nuk du ta shoh më në pankinë, sepse Anglia ka trajner më të mirë që njohin futbollin anglez, njohin lojtarët anglez dhe nuk kanë nevojë të bëjnë eksperimente në ndeshjen më të rëndësishme të Anglisë të 40 vitet e fundit. Pra Anglia nuk është në finale që atëherë. Ka qenë katëshe, ka qenë tetëshe, në Europian, okej, ka qenë në finale para 2 vitesh, por të jesh 1-0 me mentalitetin, pra me lojtarë si Bellingham, si Kane, Anderson, me një stol shumë të mirë, pra Angli, dhe më thënë, 30 minuta i duhej. E vërtet. E nuk e mbajti dot, Tuheli për mua ka fajin. Kaplani, a ka sjell diçka të re Tuchel në krahasim me Southgate? Se thonë që nuk ka ndonjë gjë të re. Ta përmbledh pak më shkurt, se u bisedua shumë për Tuchelin dhe është gjëja më e thjeshtë të kritikojmë dhe ne Tuchelin në shumë aspekte. Po duhet të shohim edhe ç'a ndodh te skuadra anglisë. Se po ta shohim atë që përmendën dhe Bushi më parë, ne nuk e ndiqet ç'a ka ndodhur mas çerk finales. Në situata që ka ndryshuar, sepse deri në atë moment edhe skuadra dhe Anglia ishin të gjithë të bindur me Tuchelin që të arrite deri në finale. Kjo opsioni që i dha skuadra, strategjia, nuk e dim dhe ne se ç'a ka ndodhur, sepse në skuadër ka dhe trajnerë dytë. Dhe trajnerë dytë janë ato që kontrollojnë live ç'a mundësie kanë lojtarët, në ç'a nivele lojtarët dhe nga ana kondicionit. Unë e thash edhe mbrëm që trajneri Tuchel dje ai mund me vërtet që ekipin në mbrojtje. Po unë si lojtar kam përgjegjësinë time që mos mblidhem më mbrapa nëse ta sulmoj kundërshtarin. Aty që tha kush e përmendën më parë, që të kem atë kundërshtarin që ta kem gjithmonë kundërshtarin të jap atë pressingun. Anglia nuk e bëri dje, nuk do ta bërë mbrojtje sepse ai e tregoi dhe vetë. Dhe dje mbas ndeshjes edhe body language, shprehja e trupit të tij në intervistë ishte që ai ishte shumë i prerë sepse ai ka bërë gabime që edhe në zëvendësime, por edhe në atë domethënë sistemin ose strategjinë që e përmendni dhe Koli përpara, që unë kam që ato kam qenë të dyshimit e mia që pas ka thënë Keni, që na ka thënë trajneri në minutën 70. Nuk e di, ndoshta është e vërtet, ndoshta nuk është e vërtetë, se s'mund thotë një kapiten që çana ka thënë trajneri në minutën 70, më dhën gjithë përgjegjësinë trajnerit, sepse i bën që ka dhënë përgjegjësinë trajnerit. Nuk duhet ta mbroj, por duhet të them diçka që një trajner mundohet gjithmonë për të mirën për skuadrën, por duke e parë që Anglia dhe ndeshjet përpara ka vuajtur. Ku themi ka vuajtur sepse është mbrojtur, nuk ka pas ato tranzicionet pozitive. Se futbolli don ato lëvizjet domethënë në 16 që Anglia nuk ishte mundësi, sepse kemi një Harry Kane që dje për mendimin tim vetëm sulmues nuk ishte. Po. Am kupton sepse nuk kishte Anglia si mungoi dje që ishte nevojshme një pikë referimi. Pika referimi dje nuk kishte fare. I vetmi dhe Bellingham për mendimin tim. Ky është mendimi im, edhe mënyra e tij të arrogance, sepse tash një trajner mund të thotë diçka më ndeshje, mund të kritikoj mënyrën, mund të luajë më mirë, po ai nuk kritikoi mentalitetin që tregoi skuadra. Kështu që Bellingham dhe që bëri 2 golat, mënyra e tij se si u kundërpërgjigj trajnerit nuk ishte për mendimin tim, nuk ishte optimal sepse ai luan te Real Madridi. Ai luan do të ishte komunikimi i tij do të ishte akoma më mirë që edhe media mos ishte kundra Tuchelit, sepse media ishte që para ndeshjes me Argentinës ishte kundra Tuchelit. Ti je realist, dhe prandaj them
që mendoj unë që Tucheli përgjithësinë do ta marrë, nuk e di, do të jetë deri në 2028 apo jo, atë nuk mund ta them unë, por ai përgjithësinë ka përgjithësi më të madhe, e ka Tuchelin në këndeshje. Big Basta, duket sikur Anglia nuk e ka fare as mentalitetin fitues. Mentalitetin fitues nuk e ka që nuk e ka, por që i kishte lojtarët në pankinë, sidomos Rashford që nuk e përmendëm, pastaj edhe Sakan që u tha këtu, i kishte lojtarët që ta mbante atë lojën ose atë avantazhin i kishte. Argentina e ka treguar që edhe Argentina ndoshta më keq se sa Anglia ka vujt shumë më shumë me ekipet nivelit të ullët, po edhe të nivelit mesëm, pra ka pas vujtje me Cabo Verde, ka pas vujtje me Egjiptin dhe Argentina e ka treguar që përballë presionit Argentina edhe dorëzohet, pavarësisht se ka kthyer rezultatin në minutat e fundit. Por nëse Anglia do vazhdonte me atë lloj presioni, atëherë Argentina do kapitulonte përfundimisht. Kështu që absolutisht është faji Tuchelit. E vërtet. Edhe kam lexuar edhe që Harry Kane e ka kritikuar edhe pas ndeshjes e ka kritikuar, por që është absolutisht faji Tuchelit, sepse që është Anglia më e mirë e pas disa dekadave është absolutisht. E mendon. Okej. Leo, si e përjetove ti humbjen e Anglisë? Adhonëm të shpru, me të vërtet. Tash normal ekipi, do më thonë treneri, kur të bën një ndryshim, i gjuën krejt. Kur të fiton një i mirë, kur të fiton një i keq, po tash kështu futbolli. Po ty të pëlqeu Anglia apo fare? Mu personalisht pjesa e parë kon jëndrujt njëna me tjetrën të këqyr strategjin njëna tjetrës të jazbëlu. Pas gollës parë komplet Anglia në mbrojtje, që më ka befasu se do mos kërë e kom po Harry Kane veç në brojtje të nejtë. Mu më pëlqen personalisht shumë lejtar Harry Kane se lejtar, sepse është se cilat fushat prezent, a mu nuk kanë e nevojshme sepse nuk ka pas kondrësullë më. Edhe besoj që o kanë mundësia shumë më mirë nëse atakan Argentina me provu bile kondrësullëmit, edhe shumë shpejt mund me realizu 2-0 edhe ishë përfundu loja, po nuk ka rëtën, gabimi besoj që i Tuchel u konë, po tash kështu është futbolli. E mbron ti Tuchel, se Gjerman do e mbron. Po mendoj që promjëm kom për Anglin, por tash më me thonë edhe fokuzona ma shumë, sepse i kena dy ekipe në finale, si Spanja që e ka fitu kampionatin evropian, edhe Argentina botëror, besoj 2 latin, ekipe latin, ka me konë një lojsh shumë flakë. Jam e bindur me zi, po e presim 19 korrik. Arjan? Tuchel e morën pikërisht për këtë tek Anglia, sepse që është një trajner taktik, që është një trajner që në ndeshjet me eliminim direkt duhet bënda diçka më tepër. Kujtojmë që Southgate ishte një trajner që në bazë të filozofisë të tij kishte stabilitetin e grup, harmoninë. Çdo gjë që ndodhte me Southgate ishte normale. Edhe në 2021 doli në kampionatin evropian në finale me Italinë, me një grup shumë të mirë lojtarësh, bërë një futboll jo të bukur. Dhe pikërisht për këtë Thomas Tuchel ka thënë në intervistën e parë që tani do shikoni një Angli tjetër. Më fjalë duke kritikuar direkt para arsin e tij në këtë moment Southgate. Por kjo Angli, si ajo e Southgate, nuk arrin që të shpalosi gjithë potencialin e saj në fushën e lojës. E ka bërë me Southgate, e ka bërë tani me Thomas Tuchel, dhe pikërisht edhe pak më para Thomas Tuchel mendoi që ishte trajner shumë taktik, trajner me sistem, ku në qendër të sistemit i kishte Harry Kane dhe Bellingham dhe gjithë të tjerë duhet të punonin për ta dy lojtarë. Lojtar jashtë, Phil Foden, la atë lojtarin e Chelsea që po jarova emrin Cole Palmer, Alexander Arnold i jashtë, pra lojtar që nuk funksionon në sistemin e tij. Dhe erdhi momenti në një ndeshje kaq të rëndësishme në emër të taktikës, bëm barikada dhe lë jashtë lojtar si Eze apo dhe në krahun e djathtë me Madueke apo në krahun e majtë Nxjerr Gordon, pra bëri zgjedhje që Anglia duhet të luante futboll, ta mbante kundërshtarin lart. Mos jepte Mesit mundësinë të ishte aq i lirë para mbrojtjes së saj. Në pjesën e parë Messi kishte probleme sepse ishte i vendosur ndërmjet 2 linjave të zjarrit. Mbrojtjes së Anglisë dhe mes fushës, ku sidomos Anderson ja bëri jetën të vështirë. Në pjesën e dytë i lani liri të papar dhe Messi pastaj me teknikën e tij është ai që është dhe bëri atë që bëri. Pikërisht. Do doja tek Messi Albana, është një moment Messi edhe Bellingham ka një kontradikt në fushën e dia e ke parë po pikërisht këtë moment. Si e gjykon?
Sepse shumë kritika ndaj Bellingham, pikërisht për këtë moment. Dëgjoj, ai është ndjer humbës në atë moment, dhe humbësi normal është nervoz dhe nuk për më tepër anglezët e kanë këtë janë të rëndë, siç e tha edhe Bushi që janë të padisiplinuar. Kështu që deri diku nxorri pjesën më të keqe të veten. Messi ishte më i qetë në këtë rast. Kështu që ndoshta bëri gabim se ajo shumë i ri dhe duhet edhe pak respekti në futboll për më tepër, edhe për t'i treguar dhe të tjerëve që duhet patjetër që ti të jesh në një farë niveli. Kështu që në atë moment ai nuk e tregoi. Nuk e di regjia na e dha apo jo momentin ku ishin duke debatuar me njëri tjetrin. E kishim në fillim. Okej, mirë. Shkojmë me një publicitet dhe rikthehemi pas pak me quizin. Ja tek rikthehemi, Zaju është duke u përgatitur fuqishëm, bravo Zaju. Çfarë tregon ky ushtrimi? Çfarë tregon? Burpees. Se marrë vesh fare qaptet. Tani, ju e dini kuicin, Albana ti e di shumë mirë. Unë do lexoj pyetjen, Bushit lutem, nuk do bëj me hile. Unë do ta lexoj pyetjen, do t'i them të 4 alternativat, pastaj ke të drejtën ti bish Bilbilit. Jo, nuk jo. Ska, e di se di kur ti kem lexuar të 4. Okej, Peço, në rregull. Të gjithë në rregull. Edhe po i ranë ata, do e fitojnë ne, ha? E lexoj pyetjen. Them të 4 alternativat, pastaj i bini Bilbilit. Jo, kushdo që e din. Vendose ti kush i ka raj pari Bilbilit që mos diskutojmë neve. Po pra, Okej, do presim. Sot nuk kemi polemika. Kemi besim te ty. Ja gati e kam. Shkojte vetëm Bilbilin, ti e punësi. Ta bëjmë i bini Bilbilit dhe nuk thoni përgjigje, okay Bushi? Po ka plan çdo gjë të thurë do fitojmë. Marina, që të fitojmë unë do ta gjej me të parë. Nuk thoni përgjigje, Jeni pa filluar pyetjet që thoni një herë. Bushi, që mos ta përsëris edhe një herë, i bini Bilbilit. Nuk e thoni përgjigjen, unë them ti. Edhe do ja japësh përgjigje. Ah, okej, sa e bukur që ja kjo më pëlqen kjo. Se kishim shumë merak, mos nuk pëlqente ty. Edi, ku e ke Bilbilin? A, ndorë. Tua kam po, se palese kush e kam përdor dje. Hajde. E ke lënë gjithmonë, karrinja e kampës është i përdorur gjithmonë. Peço, po e të thush, po e të gabime Marina. Po, i ka Marina se dim të fundash. Do të vjetër. Vazhdoj me pyetjen e parë. Cila kombëtare ka shënuar më shumë gola në një edicion të vetëm të botërorit? Hungaria, Gjermania, Brazilia apo Austria? Hungaria. Si ja ka bërë mësuese Suzana me këtë? Si ja ka bërë? Zonë se ja bëj dot me këto fare. Po, a më dëgjove çfarë të thash? E di pse ai mund ta thotë një gabim. Jo, juve do rrini. Ju do rrini regjia më thotë i ra ky dhe unë them fjala për ty. Jo, nuk i dalim dot kësaj ne. Le ta Jo, them vetë Marina kush i jep Bushi i ra, Big Bang. Le ta regjia çfarë E thot? vendosim pra, e kam regjin lart të shef. Kush i ra i pari? Vazhdo, kush i ra? E the pikën, do ta jap apo t'jap skuadrës kundërshtare? Tregoj mirë. Kundërshtare? Çfarë gjeta? Do ta marrin qylet ata? Po në çaviti. Në çaviti. Do ta jap, nëse do thojë Hungaria, me pasërti ta them. Nëse do thojë Hungaria merre. Po do e thoshte më, në çaviti ka në çaviti, ma thuan çaviti. Në çaviti. Çfarë do thojë? Çaviti. Çfarë do thojë? Çaviti Hungaria ka për golat. 62-shin. Po dhe Hungaria, ç'duhet mu viti? Kur? Ç'am duhet viti mu mulla? Se më hiku pyetje nga mera. Nëse ai kishte më në Hungari le ta marrin. Po se ke temën e marrë. Ai tani në 54 të drejtën. 54-ën, bravo. Jo, 54, nëse kishin mendje Hungarin. Po pra po, pikpasta ai kishin mend për të thënë Hungaria. Hungaria, 54. Tregohesh i sinqert. Po normal që Hungaria fitoi neshje 10-0. E ketë fituar. Ajo është në 82-shin. Jo. Se di mirë. Në rregull, e mor ata. Fair play. Skuadra Arianit 1 pikë. Pyetja e dytë. Cila skuadër ka ekzekutuar më shumë penallti në historinë e botërorit? Franca, Spanja, Anglia apo Hollanda? Spanja. Më fal. Po goli. Po se drejt apo 2-0 do të qeshe, nuk the po. Do shkruaj 2-0. Të lutem, si e lan përpara? Do i bim Bilbilit, do vendoset edhe mos përgjigje. Ma çfarë thotë ajo game në shkollë jemi këtu ne tani. Un Bilbile thash, presun Marina, do të vati ora 3 damë. Marina. Jo se harron përgjigjen për. E rash Bilbilit i parë. Përgjigje. Në rregull jemi 1-1.
Po. 1-1 ha, se gjitha të dyja, prandaj. Cili portier ka luajtur më shumë minuta deri tani? Pickford, Martinez, Simona apo Menja? Martinez. Bravo, Bushi. Si qeka sonte qeka... Ndëgjo, nuk po jap mundësi Marinës, se bëj dhe kjo qik shoh, se kjo është moderatorja më e mirë në Shqipëri. Tani... Të dëgjova, qate? Po t'jap mundësi fare që të se... Kam studiuaj shumë, kam mësuar shumë se ty po të dhe pak mundësi t'i kalon me ata djerë, kështu që ta them direkt... Bravo të qoftë. Ta qërë 7-0. Bravo, që ta i quajmë të plot. Që ta i quajmë të plot, do më thuash pëse është Martinez. Se të gjithë ishin titular. Pse jo për shembull Unai Simon, po ishte Martinez. Cila është arsyeja? E kemi në rregullore këtë, më tregu apo kemi rregullore vetëm e gjë? Jo, nga që se kam studiu gjithë natën. Se ka rregullore. Ka pas shtesë loje. Si jap shpjegim. Ka pas shtesë loje. Ja. Jeta marrë. Bravo. Ti, jo Edin. 2-1. Ka pra skuadra. 2-1. Marina, ndryshoj një radhë në pyetjeve, të lutem. Okej. Partnerja e cilit... Ajo, prit se do të regjia të kohë me mua. Ja fuz dhe kotër. Ja fuz dhe kot. Ndryshoj radhën e pyetjeve, të lutem. Ja fuz dhe kot. Pesa. Partnerja e cilit futbollist është prezantuesja italiane Diletta Unë e di, thojni ju, doja falë këtë pikën. Thojni ju. Ha, thojni. është portieri që ka luajtur me Liverpoolin Jo, doja le se nuk e din. Pastaj do e themi ne. Champions League me Galatasaray. Madje ne e dim gjithë. Deri 20 sekonda. O Kaplano. Gjermania? Ai pra. Jo, mos ja thuj. Po se ta gjej. E luan shark, si ka? Unë harrova me Gjermani. Ikëm për ne 3-1 hec Marina. Jo, nuk e them. E ke parasysh makinën? Karius. Ai portieri gjerman. 3-1. Brigata. O Koli, se kishte emrin ky Koli, se kishte emrin? Po e pesta në rënditje. Se kishte emrin? Po unë ma te pi kafe, më? Emi portierit e? Nuk e them se vjetur. E si e pi kafe, diletën apo me kafe? Biletën për qa ma temi. Marina, pse ka një? Se gjeti emrin. Vjetur me thon emrin, e gjetëm emrin. Nuk vjetur me thon. Fale ti. Vjetur me thon. Se përtet mami. Shikse më qaron. Kaiser. E tham emrin. E ka Loris Karius. Karius, jo Kaiser. Vazhdoj me pyetjen e 4. Cila kombëtare ka shënuar më shumë gola deri tani? Anglia, Spanja, Argentina, Franca. Jepe. Se kështë marru? Kotja futi. Gjë. Argentina. Bravo. 3-2. Më falj. Objekcion. Bili tira Kaplani përgjigjet Peçut. Dhe përgjigjet Kaplani. Bili tira ti përgjigjen e Jo, ta unë i thash përgjigju. Po dhe unë Ta thash? Je po të timin e saktë. Je ponja. Ai reti bile për Po bëjmë i. Skajë. Përqëndrohu. Pyetja 6. Cila ndeshje është dhe kush ka shënuar golin? Shini në LED. Gjorgje Haxhi! Shuna apo jo? Gjorgje Haxhi! Gjorgje Haxhi në Rumani! Gjorgje Haxhi! Bravo! Nuk e kemi 13... Jo, unë thash jemi që duhet... Peço nuk ka shanë. Gjorgje Haxhi me Kolumbin! Ata i bilit Pambaruti. Po ti kërëm ti bilit kot Pambaruti e kërëm. Shko, më falj, mundojmë sekund? Ajo tha, kush është ndeshja, nuk sheme alternativa. Qa lidhe ka këtu? Jo, jenë regull, jenë regull. është pa alternativa. Po, du t'i bish bilit. Mbaroj, s'kishe mbaru i re. O busho, unë largova ju ishi duke e parë. Jo, janë ashtë marum sa që unë, ata i bin kot bilit, unë e them ata i gjenë. 3-3. Që zoti ma. Ta thash me ndeshje kushishte. Thash me ndeshje kushishte. Thash me ndeshje. Jeni 3-3. Cili është personazhi që po vizatohet? Dukaj. Kom? A më le më të shimo? Jo, s'më tha. Leta gjini për të gjithë vetë. Vec këte. Hajde këte, se nuk je për atë gjë. Ku gjë?
Bulgari. Jo, s'është. Kemi ne. Bravo, Donnarumma, bravo. 4-3. Ta ka gabim, ha? Ta kanë thënë gabim, të dëgjojnë. Është Donnarumma, më qatë Bulgari, Donnarumma. Donnarumma, pra Donnarumma. Kisha në kokë Donnarumma, thash Jo, Bulgari. ta ka thënë gabim, po s'ka, mos më Të dëgjojnë shumë mirë. Ti mendon që ma thot njëri mua ta? Marina është shumë e sigurt. Po rrik ti e burqto ti. Vazhdojmë me cilët janë dy futbollistët të bashkuar në një foto. Duhet me rabi bilit. Presim të shfaqet. Jepi. Po, ha. Pickford. Jo. Palmer. Vazhdoni. Kopra e Anglisë. Palmer. Haaland. Da themi ne? Phil Foden. E sa bushi njën. Haaland dhe... Gje edhe një tjetër. Kushte? Haaland, kush është ai tjetri? Kushte i pari këtë bushi? Kushte? Haaland është në rregull. Jo, po dhe sa sekonda. Ju mbari koha juaj, menduat më gjatë se ç'duhet, ju? Me ka 3 këtu më bushife aty. Jo 3 morë 2 personazhe. Jo, ka ke vetlla kështu të preme. Foden? Nuk e di si e ka. Dëgjoj se bravo. Çfarë thumë? O Marina, dëgjove pjesën e vet. Po prapë ju lash kohë. E tha këtu e dëgjoj ata. Ai tha vetëm Foden. Nuk tha Haaland. Bravo pra. Jo, nuk tha Haaland. 0.5 dhe 0.5. Tha vetëm Foden. Haaland. Foden e dia, por nga që nuk është mbotror nuk e thash, për zotin e dia Foden. Tani jemi Ju jap edhe një shans tjetër, kjo është fotoja tjetër. Shiheni. Po sa është rezultati? Po, hajde. Griezmann, Po, një. Rabiot. Jo. Juve. Mos është Ibrahimovic? Jo. Prit mos e thuj. Jo. Ka plan. Se kanë ata. I pari ishte Griezmann. Griezmann edhe Alvarez. Bravo, prap jeni. Tani u plotësot një pik, jeni në rregull prap Parazim. Sa është totali? 3-3. Sa është totali? 4-4. 6-6 jeni, 6-6. Si 6 me 6. Tregon pak me kohë. 6-6 me 2 pikot, unë i them ju i gjeni që dash Hungarin Big Basës kot, dash dhe Kolumbin kot, më lere tani ju dash 2 pyetje juve. Ta ndal në publicitet dhe rikthehemi sërish, vetëm më tregon me kohën sepse e kam humbur pak. Mirë, jemi 6-6, vazhdon kuici me njerë pas publicitetit. Pas publicitetit, e rikthehemi. Kemi verifikuar rezultatin dhe ju jeni 5 pik, ju jeni 4 pik. 4 kot. Si mas reklamës na hoqë 2 pike? Kodi ka heq kot, i heq Alinani. Janë të gjithë tek regjia me laps dhe letër, nuk po gënjejnë. Ishim 3-3. Ka publikun dëshmitar, kështu që jemi Ja se do pyes kaçin unë, po ha. Gjeni formacionin nisur nga flokët e futbollistëve. Formacionin nisur nga flokët e Si futbollistëve. gjithë formacionin, Jamal. Jo, skuadra, klubi. Po na i thyte herë mos. Gjej formacionin, cili klub është? Cili klub? Po. Duke pa Barcelona. Bravo. Po kush japi bit? 5-5. O Marina, po japi bit pak. Jo. Çaj e tipo unë rashi pari. Mirë, më jepni edhe një tjetër me flok. Jo, nuk e bëjmë. Ja, tjetri me flok. Nuk e bëjmë, Marina. Është tjetër more, ke fituar atë 5-5. Real Madrid. Jo, gabim, Juve. Është klub apo është... Klub. Ska doj koha. Jemi gati, ne... Mondo. O Marina, Marina, kemi ne. Ja the, kemi ne tani. Pas, kush u kurre, pas, Marina, kemi ne. Paris Saint-Germain. Kemi ne. Paris Saint-Germain. Jo. Jo? Po ne jemi mundësi. Ha, jepeni pra. Mos ja thuj. Po jo pra se s'po shifta është Chelsea. Jo, se gjeti asnjëri. Arsenal. Së është Arsenal. Prit, është Big Basta. Nuk e gjeti asnjëri. Juventus, po. Po, rregull pa fitu. Bravo. Do të ishte kaçi këtu, kaçi. Jo, më nuk u njëshim. Tash nuk e di. Bravo, Big, bravo. Sa jemi? Jemi 6-5. 6-5. Ne fitojmë po. Jo. Juve gjetën ata. Juventus e gjithë me.
Edi, mirje. Po mirë, mas 4 tentativash. Nuk po me hile, këllit betohem. Kam zënë mënd. Sot kësha si edhe urdrat, sot kësha si edhe urdrat. Kam zënë mënd, po them. Që para 2 ditë, po bona mo me hile bushit. Kush? Cili është lojtari që fshihet pas këtyre syve? Kush ira? Ja, Big Bass. Jepe. Si jepe? Se jemi gati të themi. A ira, duhet përgjigje. Thuaj, në rregull. Sedorf? Jo, pritani. Ne do e themi me njëri tjetrin, po nuk është se do ta themi ty. Po, në rregull. Them Bellingham? Jo. Jo, nuk është ai Nuk ka. ka sy ti ka më. Po mirë, bëni konstruktiv. Si duket? Jo. Jo, më Bellingham nuk ka. Jo, është si ka vetlat flokët, që Jo, Bellingham ai. A bani zajo. Jo, e kemi ne. Ta them unë? Ja, prite, e shansën pas të juve. Kush më duket si Jamal apo si Jamal? Kush? Jamal. Jo. Jo, s'është Jamal. Ke? Jo. Apo të njëjtin mendim kishe. Këto të Egjiptit, mo. Jo. Qytetar që luan aktualisht tani. Jo, mos ja Marina, Po, luan, lëre, nuk e gjetë. Nuk i gjem do atje. Kush ishte? Është Rafael Leao. Tjetra. Vazhdoj pantomimet. Si ka ishtë vështirë Ami Marina. Pantomime tani e koni. Ami Marina ka ishtë vështirë. To i din Jo, nuk du me hate nga ty fare. To i din gjitha, shkëtash. Në rregull. Ti fiton vetën. Që i din gjitha. Fikeni dhe lartë, fike. Okej. Do e fitoj vetë. Po nuk bëj me ile unë. Oh my god. Oh, si e kam këtë. E ke kollaj fare. Alina, numëroj sekondat. Ja ma, tani, po më të mim kohë se këna i shpikët. Sa të kesh mu këtu ti. Ama. Ka filluar koha? Jam unë mes. Kom fitu lek. është lojtar apo trajner? Trajner? 10. Gjani dhe Bjazi. Koli. Gjani, ishte Gjani. Po tani, kush e tregoj këtë? Ja boni këshu, që fitu lek? Beqo, po aji ka qenë kontakt atëre. Po më se the tregoj se po na luni menç, 3 pyetje o thash unë gjë. Po s'ka problem. Të vjen dyshimi, Po të dëgjojnë shumë në fakt të knaqen. Mondo ço bëti mund. Ka plan këtu. Ska ai kaç, mungon kaç e bën mirë. Ja se gjem Peço atë. Ka A, vështirë. O ka plan, eja pak më nga Numër unë. 9. Eja pak më nga unë, tuta. Koa, është okej, koa Marina. Me Francën. Ja, tha, bazë. Ka plan. Iku. Vik këtu dhe mos lëviz. Ej. Okej. Me Argentinën. Kështu, bënja, kështu. Me Francën. Yes. Kush e bën këtë gjestin, Arjan? Kush e bën këtë kështu? Italian. Ti shtetë burr. Italian. Po, bravo. Ja them unë ndihmoj unë çketi. Jo, Po mos e thuaj nimo. Po s'ke Numër 9. numër 9, po Luan se tani. gjenaj. Maroj. Ja më thuja. Ja më thuj 3 mirë. sekonda. A me maroj. Jo, ka maru. Maroj. Prandaj thash italian. Është vështirë ka të shpjegoj. Tani sa jemi tani? Peloti. Tani sa jemi? Alinani. Jemi një parë. 6-6. Jo. Marina. Ishi një para, u busho, ishi një para, po. Fitum ne? Barazim. Mumën ata? U qa do i Pra fiton ju. Pra fiton ju. Pra fiton ju Po më të rejtë të tyre, se do t'i tani. Regull i rikë. Si, ata nuk e gjenë. Kush? Vetëm kaqe? Kelën gjash. Kushit të lutem jam në moment koncentrimi. Këtë jap. Mos është e letë. E prapa. Bushi qo. Ku du me ditu një gjithë gjitha? Bravo, Koli. Po këtë ma kanë thone? Ja, ma kanë thonë këtë? Jo, ma kanë thonë, jo se po shpeqet. Filloj ko. Hajde pak Marina këtu. Hajde pak këtu. Ha më ha. Hajde pak. Më pagun ti mua. E verë? Mos falj. Ha. Ama. Sulmus. Ka lujt në Itali? Me Milanin? Me Interin? 5. Adriano. Yes! E pa qa bëri? I kam tregu histori që pia në diskotek me Adriano. Se ti Marina se aji është me... Bëti. Prap vështira kemi. Hajde. Se s'ka i I prita shoj pak, e bën do të këtë.
Ja kanë dhënë thjesht, jo. Jo, se bën. Lëre, e bën Kaplan këtu në mes. Kujto mënyrën e festimit, okay? Shishi, po pse e ndihmon më çka ke? Po Kaplanin më jo këto. Po si po ja Kaplani s'mu t'ja thot mënyrën e festimit. Po thujer emrin ku lumë Kaplan, thujer shtetin, gjonat. Qa ekipi? Me Argentinën? Jipi dhe... Se gjen dhe është i vjetër. E po thuja ti, thuja. Është i vjetër. E po thuja. Po se gjen do të... Laveci? Jo, është qik dhe me i vjetër, më për parë Lavecit. Para Lavecit e themu se marrë koha. Thuja, jo, s'ka marrë akoma. Dybala. E gjete, bravo! Bravo! E ka një këto. Ja tha me goj. 7-7. Ja the me goj? Jo më vërtet. Me çfarë vazhdojnë? A një më kujtua. Pyte pak Alinanin që... Kamerat, ku janë? A gjenjë Ore kanë maru sekondat. Harrova fare. Vazhdojmë me emrat në led. Emri i parë. Emrat. Emër mbi emër. Krijoni emrin, cili është. Du të më ndihmoni pak dhe me finalet ndizeni. Po ju ndihmoj Poro. Jo, Itali. Është i pari. Ja, s'është, ja. Francesco Cocco. O, Marina. Po. Francesco Totti. Jo, Pritë kemi ne tani. Mbaron me O. Francesco Cocco ka me Milanin. Po ke 5 në fund, ke 5. Odo. Jo. Po. Portier. Francesco Toldo. Bravo! Bravo, Big Basta! Bravo, Big Basta. Se kanë dhënë për gjithë. Fiorentina. E që ka i fort shumë kërë. Ta marim ndeshe, ta marim nga Vazhdoj me emrin tjetër. Ameja thotaj. Donin tim. Blazikovski. Bravo! Për shumë, si jemi neve për play. Ta kisha gjetun këtë, do filloni të dy të kërcen, do të unë ku e gjetë. Gjithë Makelele, shokën të Makelele. është me vështirë Blazikovski o Makelele? Nuk iran bilbilit. është me vështirë. Jeni 9-7. Vazhdoj me tjetërin, nuk po them një herë gjë. Qa është kjo? Nakata. Bravo! Ytë frikë shumë fare! A majna po s'pëndëgjëm qa është, më në thuj qa është. Se fola fare. Jemi në regull. Po s'ka shanse i dio që i në gjithë peqo japonez, që ata i E dikam gjithë... fundit. Mikael Balak. Bravo! Jo, Marina, kot. Bravo! Big Basta që ka fenomen. Big Basta. Fenomen parë. Bravo, A i bravo, gjithë Big i Basta, shtatë. bravo. E meriton Big Basta. Se ishte dhe emrat Ja tha Marina gjitha. Alinani nuk të gjojmë më ty që ta dish. Beqo, po qatë... Peqo! Si nuk në gjojmë Marina, nuk në gjojmë vetë vetë, ja pregoj Po gjitha. si keni kurajo dhe gëzoj. Ne kena 4 muj ku. Keni kurajo dhe gëzoj. Bravo ekipi, bravo ekipi, bravo. Bravo, bjere. Kipja Big Basta, si ngrije Big Basta. Bravo Leo, bravo Kaplani, bravo Big Basta, bravo Arjani. Për Makelele më është. Arrivederci. Gjeti Kaplani ja bërë. Edi vjen shumë keq për ty. Takzoni venin e gjithë. Marina që të bënde... Alimani, bravo Alimani, A bëj një foto, bëj një foto. Vendosin i syzet, ty po të shkojnë të kushime të kuqe. Vendosin i syzet. A më peqo. I gjeti Big Basta. 5 top, emra, të dhe emra. Jakub Burzbovski, që a, tu s'kishe përënime i gjithë. Tu të më respektoj emisionin, vendos i syzet. Vendos syzet. E vërë, do këvërë. Se irë nga përpara, se mos kanë shkryt në i E gjo. tu bofsha sa i Tani, bajni syzet, Maru? Bajni syzet, tani do flasim për Hajde Spanjë. dhe i foton e me 4 syzet, vetëm për nada tyre. Që me pranim. Hajde, i foton e... Që ka me nada tyre në foton. Që ka me burë këshu Ku jemi, ku jemi? O, e me të kuqen si që i kemi bo. Okej, shkojmë publicitet me këto super foto. Rikthehemi, vazhdojnë kontestimet nga ana e Bushit. Bushi, qa ke? Sot peqo sa i dobut ishe sot. Pak paqef, pse pak Dy paqef? Kolumbin të dha shumë. Ja, po unë... Hungarin të dha Dojnë që shumë. nuk e një dinja George Gjashi me Kolumbin, ta i po më nëvletëson shumë.
Ti e di më, po e di që më vones. Nuk di para te. Nuk të vjen emri, nuk të vjen emri, të vjen me vones. Big Basta Gjeqi. Sa ka dalë Hungaria me Gjermani në finale? Se as thua sa ka lidhje fare jo tani? 7-5 Nuk është. Nuk ka bërë askush me hile. Ndeshja e parë në grup. Po në grup, po. Ma hile, ke bo me hile e ditin gjitha. Ska mundësi ai Jakubovski, unë akoma atë emrin që gjithi ka plani. Po të betohem e por. Po e njef se ka luajtur në Dortmund. Kanalinani. Jo, sa pra. Nuk jam aq i thellë. Marina na merr Big Basën deri në fund, lutem, se është për forcimi i mirë. Basa i frikshëm fare. Doja t'i thoja komplimenti, e qenë shumë të fort, sidomos të emri polak ishit njëshë. Po, ishte Mondi pra? Mje, sinqerisht. E beson ose beson se i kam ranë kokë? Apo ma kanë thanë, mirë si. Edhe nuk priste fare. Unë të të besoj 100%. Ti nuk priste fare, ti sa doli akputë direkt Mikael Balaka se menove fare. Është tifoz i plak Gjerman. Big Basa është nuk të falë se më ka ngell sinqerisht, më ka ngell fiksim Balak. Si punë e kolit, që ke pyta raport kafe. Po qa njëri shka e? I thua Ungaria nuk e tjenë që kemati botror. Në finale me 2002 po të Balak ndoshta mund ndryshon të diçka. Mirë, ne jemi totalisht në fund, po unë do doja të merja edhe një koment nga Edi për finalen. Çfarë finale na pret? Na pret një finale gjitha Adidas, sepse edhe Spanja, edhe Argentina, edhe topi, edhe arbitrat janë gjitha Adidas. Na pret një finale spanjolle, spanjisht folse, domethënë, e dy ekipeve luftarak, me zemër, por jo se ato finalet që ne, se unë po bëjnë studim, ju po luanit, unë jam më i madhi në panel, do më thënë, vjen zorë për këtë punë. Më vërtet? Po, jam më i madhi. Së është bushe më i madhi? është 4 muaj më i vogël. Po, kalin 20 gusht, e unë 20 prill, këto janë 74 këto dy, pra ne jemi 120 vjeç të 4, 220. Dhe kemi parë finalet tjera më të bukura, kjo është ideja. Megjithatë, me qenë se Argentina eliminor Anglinë, si që do zakoni, unë jam me Argentinën për vete, nuk e di pse. Albana? Unë jam me Spanjën, dhe duaj që të fitoj Spanja, me gjitha të, nëse fiton Argentina nuk mërzitem, sepse janë 2 nga destinacionet që unë i dua më shumë. Shtu që për mua është maksimumi kjo finale. Big Basta? Thëmë drejtën, unë jam me Europën, jam me Spanjën këtë finale, sepse nuk du që Argentina të bëhet me 4 kupa, po me Spanjën e mirë, me 2 kupa botë është perfekt. Skuadër europiane. Edhe Argentina nuk është që e kam qef, thëmë drejtën. Leo? Edhe unë jam me Spanjën. Ma bëj një rezultat, ma jep një parashikim. Besoj në vazhdim e kanë më shku. Penaltia, edhe Spanja fiton. Faleminderit shumë. Ne do vazhdojmë sërish të flasim nesër për finalen e madhe. Leo, faleminderit, Big Basta, faleminderit, Albana, faleminderit, Edi, faleminderit, do shqemi nesër mbrëma. Natën e mirë.